Shqipëria ka vërtet një problem të madh me paraburgimin, të evidentuar dhe nga Këshilli i Evropës. Megjithatë është kjo, vjen pikërisht tani. Tani, avokati thotë nuk është halli i popullit këtu. Është halli i politikanëve, ndoshta edhe halli i politikanëve të korruptuar, po më mirë të bëhet për hallin që të përfitojë dhe populli. Se populli ndryshe s'ka si përfiton baton, ja si mendon ti. Ja, unë kam... Megjithatë, duhet të kthehemi në një histori të paraburgimit. Do ta pranojmë që shteti shqiptar për një kohë ka funksionu vetëm për raste ekstreme. Detyrimet e qytetarit kanë munguar për një kohë gjatë. Domethënë, vjedhja e energjisë, vjedhja e ujit, dhe të gjitha shërbimeve tjera që qytetarët realisht nuk kanë pas mundësi t'i paguajnë dhe kanë gjetë mënyra tjera. Dhe gjithashtu që krijuar një kulturë e mos ndëshkushmërisë për gjëra të tilla, që u bë normale. Ju besoj që e kujtoni që nëse hyjmë statistikave, vetëm 40% e popullatës paguanin energji dhe vetëm 27, po tash të më kujtohet sakt, dikur pagesat e faturave të ujit, mos të flas, që të pagesat e plerave s'kan ekzistu fare. Dhe ti ke ekzistu në një shtet ku këto shërbime janë paguar me taksat tona, ose me taksat e shtetit, duke mos krijuar një kulturë të pagesës e faturave. Dhe në rastet tilla, shteti duhet ta tregoj rrëfimin e vet pse këto janë të domosdoshme. Nuk e bëri. Pra sy se trashëgoi një periudhë 25 vjeçare, 20 e sa vjet, dhe kur filloi ndëshkimin e fortë, paraburgimin. Këto e ka bë qeveria e Ramës. Duke ashpër, ajo qeveri tjetër e anashkaloi të gjitha këto gjëra, dhe kur i anashkaloi të gjitha këto gjëra, erdh shteti në një gjë të pamundur për të krijuar një kulturë të pagesës. Dhe natyrshëm, kur filloi hapi parë filloi me ashpërsi. Dhe u krijua pastaj paraburgimi si e vetmja mënyrë për ta bindur qytetarin që pagesat janë domosdoshme parasyse ti ato shërbime pi merr. Dhe pastaj kjo mbeti si kjo kulturë e pandëshkushmërisë u shndrua në një kulturë të ndëshkushmërisë së ashpër. Nëse ju kujtohet, por këtu e kemi amnistu përgjithësinë e qytetarit. është amnistu totalisht. Edhe mediat kanë bo gabim, edhe mos flas qeveria që nuk ka krijuar diskurs gjuhë se ka ardhur momenti që qytetarët të ndërgjegjësohen dhe ta duan shtetin e vet. Nuk e bën këtë. I paraburgosen. Dhe kjo mbeti pastaj si kulturë, paraburgimi mbeti si kulturë, ndëshkim për gjithë ata të cilët nuk i kryjnë këto. Dhe tash, po vim të një moment kur kjo u bë rregull. Paraburgimi u bë diçka mbi të cilin neve na duket normale. Pra sy se na nuk jemi shoqëni normale realisht se i kemi përjetuar gjitha këto gjëra. Nëse po dojmë rrëfimin e paraburgimit se si ka ndodhur kjo. Tash, rrim presidenti 2 vjet paraburgim, nuk na vjet turp neve si shoqëni. Çfarë do që të ketë bërë, nuk ka bomb masakër që ai të rrin 2 vjet paraburgim. Po është pse ne na vjen kujtohemi për këtë gjë vite të tëra. Ja ta tregova pse. Paraburgimi mbushur plot, dakor. Pse? Po njerëzit e kanë harruar pse ka ndodhur kjo. Vetëm ka ndodhur për arsye se pandëshkushmëria dhe mos ndërgjegjja qytetare u kthy në një ndëshkushmëri tashpër. E pa lejueshme pa ndërtuar një rrëfim. S'mundesh ta bësh më një herë ato. Sikur krijohet një diçka e re, ti duhet t'i bindesh pse duhet ta bëjnë qytetarët ato. Dhe tash kemi ardhur në gjëra të cilat janë drastike për mua. Janë tashpra që kjo në botën moderne quhet torturë.
ta mash një njeri 2 vjetë paraburgim është tortur. Momenti tjetër i paraburgimit është friga nga të fortit. Me qenë se kultura të fortit të na ka qenë një kod gjatë, afirmative, dhe pastaj në një moment tjetër u bo, po themi kështu, nuk ishe dëshirë të identifikoshe, po nuk mund të ndrosh kitë kulturë të afirmative në ndëshkim me njëherë. Se u problematike. Figurat e forta, na i kemë, qytetarët i kanë adhuru, dhe s'kam pyet as njëherë ka i kanë marrë lekta, si kanë ardhur deri te kjo, pasorie tjera. Pra sy se ka qenë varfria, e ka leju edhe mungesën e dërgjegjes, edhe ka kriju një situatë kur këta të fortit... Pak psikologjike, Baton. Mendoj që edhe informacionin e ke jo shumë sakt. Jo, e kam sakt se e kam... Pse mendoj? E ta thot. Edhe para spakut, ne paraburgimin e kemi pasur. Nuk e kemi pasur për njerëzit me pushtet. Paraburgimin e qenë në nivele shumë të larta, Po pra, ata që s'kan pas pushtet. po pra, ja thash këto. Nuk i bëri Rama këto. I bën prokuror, i bën gjykatësit e korruptuar. Sepse paraburgimi është mënyra më e mirë për të marrë para. Bëj aksident me makinë ti, futej edhe ai që s'kishte faj, futej në burg. Sa të gjenin ne se kush e ka faj nga këta 2. Apo. Dilte për një kundravajtje penale, futej në burg, dhe kërkonte lekët se do të paraburgimi ka qenë mjet korrupsioni në Shqipëri dhe është përdorur vazhdimisht. Dhe vendimi i gjykatës së lartë, ai vendim që është marrë pro paraburgimit, ka qenë një reflektim i asaj që i mentalitetit drejtësisë shqiptare që para se spaku dhe gjëkoja të bësh. Nuk është sot çfarë ndodh. Sot kur fillojnë ndëshkimin në nivelet larta, filluan të shqetësohemi dhe ne që nuk merrem fare me njerëzit. Se nuk është se media merret me njerëzit. Se ka të drejtë 100% Antoni, sepse pse nuk përmenden njerëz kështu më të thjeshtë. Po tani përmendet filani, ja për shembull, paraburgim edhe ja Anton, apo thonë që bëhet ky ndryshim për të nxjerrë nga burgu Erion Velien. Po jo më të Erion Velien. Po kështu thonë pra, Shqyro zot që bjodhë ratë punë balin të tjerë. Sepse edhe afrimiteti i këtyre që po bëjnë me Velien shumë i madh. Dhe një nga arsyet mund të jetë dhe kjo. Pra, ne sot kemi një debat të lindur nga frika e majorancës, nga frika e atyre që do ndëshkohen, të pandëshkueshmëve, që kërkojnë të thonë prit të gjejmë një mënyrë tani si të spëtojmë veten. Se deri dje kur pësonin njerëzit e pa pushtet dhe pa mbërritur, nuk ishte asnjë problem. Nuk ishte asnjë problem për mediat, nuk ishte asnjë problem për askën, korrupsioni në horizont dhe të gjithë të gëzuar ishin. Ata të shkretët vuonin. Sot që u erdhi radha këtyre, po themi prit tani se paraburgim ka shumë. Në fakt paraburgim ka shumë, ka sigurisht. A ka politikë penale? Ka statistika, avokat. Gjithmonë ka pasur gjithmonë statistika dhe gjithmonë kanë qenë Po, më në kemë statistika. 50% ose më shumë kanë qenë gjithmonë të paraburgosur në Shqipëri.